në qytetin e Murcias, derisa në mbrëmje është paraportë stërvitja e radhës dhe konferenca për media e nesër, me fillim nga ora 18 do të zhvillohet ndeshja. Rikthehemi tek Shqipëria dhe tani do të prezantoj dy të ftuarit e mi që kanë për pjesën e tretë, Dritan Mehmetin, trajneri i futbollit. Zoti Mehmeti, faleminderit shumë për kohën dhe prezencën. Faleminderit juve për ftesën. Si dhe në anën tjetër është Enrico Gabaj, gazetari i sportit nga Euronews Albania. Enrico, faleminderit shumë. Është kënaqësi të pas çdo herë në emision. Përshëndetje, kënaqësia ime, përshëndetje edhe për profesor Mehmetin dhe ju uroj për këtë përzgjedhje. Lori, ju bashkë me Florianin, më duket përzgjedhje shumë simpatike kjo e profesor Mehmetit. Okej, po vjen mirë kur vlerësohemi nga persona si ti, Enrico. Profesor Mehmeti, si e pe mbrëm Shqipërinë? U treguam frikacak më shumë se ç'duhej nga një kombëtare të fortë siç janë Treluanët. Atëherë për të qenë i sinqert, normalisht e interpretuam ndeshjen kundra Anglisë dje siç e nisëm edhe në Europian kundër Italisë, pra kishim gjithmonë atë frikën që jemi përballë një skuadre mjaft dhe me mjaft kualitet dhe e meriton skuadra angleze që ta respektonin, por e respektuan më shumë se duhet, sepse normalisht po ta shikojmë që me 2-3 lëvizje pjesën e dytë skuadra arriti që ta impostoi epërsinë territoriale dhe kishim 2-3 mundësi të mira me tradicionin pozitiv që mund edhe ta ndëshkonim kundërshtarin. Për vetë faktin që Anglia në ditën e djeshme nuk ishte ajo Anglia më e mira e mundshme, por me pak më tepër besim, skuadra ndoshta do të kishte marrë dhe një rezultat pozitiv, pavarësisht se ndoshta e kishte zgjedhë edhe vetë taktikën trajneri Silvinho që ta priste me një blok të ulët dhe të shfrytëzonte tranzicionin pozitiv pra me shpejtësinë e Uzunit, por kishim shumë veprime të ngadalta nga Yasir Hasani dhe Bajrami që nuk është në rolin e tij natyral si winger, dhe mendoj që me një lojtar si Uzuni që është i shpejt, duhet kishte edhe 2 tjerë ansor dhe që të përballonte atë Angli me blok të ulët dhe të kishin tranzicion pozitiv, pra kundërshtuar me shumë të shpejta. A mendon që pikërisht kjo zgjedhje apo kjo mënyrë e lojës që Silvinho vendosi të luaj është gabim? Nuk mund ta them që është gabim, sepse ai për të qenë i sinqert kemi pas edhe mungesa. Po. Edhe ka bërë dhe një zgjedhje të mirë me Aliin, por edhe me Balliun, sepse të mungoj një mbrojtës i majt siç është Mitaj dhe luan por edhe mungesa jo forma e mirë e dur për të qenë i sinqert e Brojës që për aq minuta sa bëri i dha një impuls tjetër lojës dhe mendoj që ndoshta duhet kishte zgjedhur aty ku unë mendoj tek linja e krahut majt, ndoshta mund të luante me Bajramin mbas për mendimin tim mund të ishte Daku, por edhe Enis Mehmeti ka bërë goxha mirë dhe Uzuni mund ta niste nga linja e krahut majt. Megjithatë ne kemi shumë të thjeshta ta bëjmë analizën mbas ndeshjes dhe më mirë siç e din stafi i teknik i kontares, por ne gjykojmë atë që shohim, sepse kjo është natyrshme. Po ta shikojmë, vetë lëvizjet na dha një impuls tjetër dhe një ritëm tjetër pjesën e dytë me kualitetin që ka Broja, pra me logjikën jam shumë dakord se ta imponon respektin edhe ritmin e lojës ta imponon kundërshtari, siç na imponoi Anglia, por duke pasur parasysh që Yasir Hasani është i shpejt me topin, por jo i shpejt në cilësitë fizike, pra i shpejt në terren, por duke pasur 2 shpejt ansor dhe një si Broja, mund ta kishim edhe i çik më thjesht për ta kapur në befasi kundërshtarin. Okej, Enrico, a respektua më shumë se ç'duhej Anglinë, si mendon ti? Unë mendoj se ishim me fat dhe pas kam qenë në një mendje me trajnerin Silvinho kur thash ose kur e mendova të faktën që ky ishte rezultati më i miri i mundshëm për ne, për të vërtetës. Mendoj se
pritshmëritë tona ose le të themi të tifozëve më tepër ishin të larta, duke qenë se pretendonin ose shpresonin për një fitore, sigurisht gjithëve do të na kënaqte, por mendoj që Anglia e treguan statistikat më saktë, e tregoi fusha e lojës, jo rezultati që jemi shumë larg njëra tjetrës. Nuk goditëm dot asnjëherë në portën kundërshtare. Kjo tregon që Shqipëria jo vetëm nuk ishte favorite, por ishte një skuadër që për asnjë moment, për themi të vërtetën, nuk i hapi dot punë kundërshtarit. Mund ta bënte, e analizoi sakt trajneri Mehmeti që mund të kryeshin ato lëvizje. Ka një keqardhje, Lorik, që mungon një lojtar si Mehmeti, një titullar i padiskutueshëm në Championship, në një nga nivelet më të larta të futbollit, do të ishte dhe si një njohje e lojtarëve britanik, natyrisht do të na bënte shumë punë, bashkë dhe me Armando Brojon, që siç e tha dhe trajneri pas ndeshjes, ishte i kushtëzuar për faktin se nuk luante dot 90 minuta. Po. E kisha një bindje që Anglia nuk do ta shënonte shumë për dy arsye, sepse ndryshe nga Gjermania dhe ndoshta edhe nga Spanja, është një skuadër që i kënaqet fitores dhe jo rezultatit, dhe për arsyen tjetër që Thomas Tuchel mendoj ende nuk është përshtatur 100% me skuadrën, pavarësisht se pohoi që donte të shënonin më tepër, por mendoj se ishte një rezultat i drejtë. Ne duhet ta pranojmë, të jemi me këmbë në tokë që Anglia nuk është kundërshtari në këto kualifikuese. Nëse do të shikoni pastaj taktikisht apo për të marrë një nga një emrat e futbollistëve, një pjesë e madhe po shijojnë atë luksin në thonjza ose atë sigurinë të qenë titular dhe të qenë pjesë e ekipit. E kam thënë gjithmonë, duhet rotacion. Askush nuk është i pazmendshëm, por një 8 apo 9 lojtarë të kombëtares duket se e kanë blinduar formacionin pavarësisht paraqitjeve të tyre, të mira apo jo dhe aq pozitive. Okay. Kush zgënjeu në këtë paraqitje, Enrico, nga kombëtara shqiptare? Në mesfush, përveç Aslanit, ndjes, përveç Laçit, Aslani dhe Ramadani për mua ishin lojtarë ndoshta e kam thënë dhe kam kritikuar vazhdimisht Aslani dhe do ta bëj. Kur vjen si një lojtar i Interi duhet vish me kokë, jo vetëm me kokën lart, por duhet vish pak edhe me kokën poshtë për të parë fushën dhe për të parë kundërshtarin. Ndërkohë edhe Bajrami për mua ishte një lojtar që ishte totalisht në gjumë, ishte një lojtar që duke e njohur, e thash pak, duke njohur lojën që luajnë britanikët, duke njohur lojën skoceze, irlandeze apo futbollin anglez, duhet patjetër që ti jesh përshtatur me ta. Nuk mund të luash në atë mënyrë kur ka qenë gjithkohë në gjumë. Pra, dy mesfushorët, përjashto Laçin dhe Bajrami, ka shumë, por ta tre realisht mendoj se ka ardhur koha që ata të ndryshojnë dhe të shikojnë rotacionin. Shikojnë se si është të rish në stol. Të futet Bruti ventyre. Nëse është i gatshëm dhe nëse ka kualitet, Lorik, sepse e di çfarë më ka çuditur se nuk ka pasur shumë reagim ditën e dieshme që luajti apo nuk luajti, ka qenë një situatë. Jo, unë e kam krahasu deklaratën e Selvinias në momentin kur publikohet lista që pastaj del në deklaratë dhe thotë të luash në Wembley është shumë presion. Dhe këto e lidh pikërisht me ardhen e Brutit. E Brutit nuk ju dha asnjë sekond, madje nuk ishte as në protokoll zyrtar të takimit, ishte lënë jashtë krejtësisht në tribina. Unë kam pas një pyetje, Lorik, nëse më lejon, nuk e di sa ndeshje ka ndjekur tekniku Silvinjo në Kosovë. Jo vetëm Brutin, gjithë lojtarët. Dhe kam pas një kuriozitet dhe kur të kemi takime të sigurisht do ta pyes. Sa herë ka qenë stadiumet e Kosovës për t'i ndjek lojtarët nga afër? Po ta thëmë përgjigjen që asnjëherë nuk e kemi pa ne këtu sa jemi në Kosovë, tash nuk e di, ndoshta mund të na ketë ikur edhe neve dhe ose ditën kur ju keni munguar për angazhime personale, ndoshta ju trajner, sa vajtohesh me Enricon sa përket pjesës së mesfushës, për shkak që në fakt nga shumë kush u tha që pikërisht në atë pjesë çaloi kombëtare shqiptare, ndoshta edhe për shkak të forcës madhe apo nivelit të lartë të kundërshtarit pikërisht në atë pikë të ndeshjes apo në atë pikë të fushës në mesfushë. Si mendon ti? Atëherë normalisht kjo dihet që mesfusha është zemra e çdo skuadre dhe normalisht nuk është se funksionoi ashtu siç duhet, por kjo edhe për merit kundërshtarit. Por vetë fakti që ne kishim shumë mungesa ke dy mbrojtësat ansor, siç është Mitaj që e nxjerr shumë mirë topin nga presioni. Por edhe pavarësisht se Ali dhe Balliu kanë bërë shumë mirë. Mos harrojmë mungesën e Kumbullës apo Ismailit, që janë lojtarë që din të përshtaten me presione të tilla dhe me kundërshtar me kaq vlera
botërore. Dhe këtu fillon që nga poshtë, pra organizimi që nga poshtë i manovrës sulmuese, dhe mendoj që edhe në aspektin jam shumë dakord me Enrikon, por mendoj duke pas parasysh që kishin 3 lojtarë, siç është Laçi, Ramadani, por edhe Aslani, mendoj që do të ishte një zgjedhje më e mirë mes Aslanit, Laçit edhe Bajramit, mund të luante mbas sulmuesit kryesor dhe të luni me një winger të shpejt, pra ose Hoxha apo Mehmeti mund vinte, nuk e di, këto janë gjithmonë gjykime që ne i shohim nga jashtë. Por unë shikoj që të kesh 2-3 mungesa kaq të rëndësishme dhe të luash karshi Anglis është shumë e vështirë. Nuk arritëm dot të kishin personalitetin e duhur në zotrimin e topit. Po ta shikojmë 45 minutat e para, kishim probleme tek pasi i parë dhe i dytë, pra për një skuadër që ne pretendojmë shkojmë në botror, duhet kemi personalitet. Taner, një statistikë që doli sot ishte që në pjesën e parë Shqipëria kishte posedimin e topit në vetëm 8 minuta. Po, çka le të nuk kuptoj një gjë të tillë. Kjo është një problem që vjen edhe për gjitha këto faktorë që unë i listova, pra për këto 3-4 mungesa që ne kishim. Dhe nuk arritëm dot që ne të kishim personalitetin e duhur dhe besimin e duhur që ne të arrinim dhe të zotronim, të zbusnim pak pra zotrimin e topit dhe nuk kishim pikën e referimit, pavarësisht që të 3 lojtarët anësor si Bajrami, Yasir Hasani, por dhe Uzuni janë lojtarë që nuk bën dot pikë referimi, që siç e bëri shumë mirë Broja që impostoi lojën nga bloku 1/3 e mbrojtjes tonë, me 2-3 veprime të tij arriti që ta nxjerrë skuadrën në zonat e rrezikshme të kundërshtarit. Dhe janë këto veprime që lehtësojnë gjithë skuadrën dhe japin edhe një lloj presioni kundërshtarit, por kjo do cilësi, kjo do automatizim dhe normalisht erdhëm dhe me mungesa të rëndësishme. Unë e theksoj këtë që Ismaila apo Mita janë lojtarë që kanë bërë diferencën tek ne dhe edhe ne nuk e kemi luksin si kombëtari që të zëvendësojmë element kaq. E ndini sa dallon kjo kombëtare nga ajo kombëtare që mori pjesë në kampionatin evropian? Unë doja vetëm të diçka, Lorik, më çudit, sepse profesori thotë që ne e rrezikuam zonën e kundërshtarit me lojtarë si Broja, por ne nuk po luanim dot as në zonën tonë komfortit. Pra, ne nuk po luanim dot as në atë zonën tonë të sigurisë, po them në metrat e parë të gjysmëfushës tonë apo në metrat e fundit të fushës kundërshtarit, pra në zonën tonë. Ne as atë nuk po bënim dot. Të vjen keq, shikosh që nuk i beson dot asnjë futbollist i tonit të ketë topin në këmbë. Të kujton ato skuadra që mungon totalisht eksperienca për të kaluar deri tek pyetja juaj. I vetmi lojtar që i beson qoftë në zonën tonë të komfortit, qoftë në zonën kundërshtare, vetëm Mario Mitaj dhe po them ishte mungesa jonë më e madhe, edhe Broja deri diku 2 shpërthime, po pastaj edhe ai humbi terrenin. Një skuadër që nuk mendoj se ka ndryshuar shumë nga ajo që ne kemi parë në kampionatin evropian sa i përket organikës. Pra janë thuajse njëjtët futbollistë me 1, 2 apo maksimumi 3 zvendësime, por besoj problemet janë tjera. Unë e shoh si një mungesë konkurrence në skuadër. Pra, po ta marr nga porta, ftojnë 4 portier, vetëm njëri prej tyre që nuk kishte minuta në këmbë, u zgjodh titullar ishte lojtari më i dobët i ndeshjes, 4.2 apo 4.4 nota sipas kompanive të madjes dhe të statistikave. Në repartin defensiv nuk luan ajeti vetëm në rast kur ne kemi mungesa. Gjimshiti i deklaruar duhet të faktshtoj që dhe Gjimshiti absolutisht është një lojtar që ofron vërtet shumë siguri dhe eksperiencë. Edhe pati paraqitje të mirë pati mbrëm. Të vjen keq se 2 gabime individuale. Ne përmendim krahun e djathtë të mbrojtjes, ishte faj totalisht i atij Hasanit që ishte hylli kualifikuesve në Europian, sepse në momentin në pasin e Bellingham Luis Kelly ishte nën markimin e Hasanit. Edhe pse u kthye si një sulmues i djathtë, u vendos në mbrojtje, minimumi që duhet bënte është ai që bënte Seferi, që unë u çudita realisht se pse nuk ishte i grumbulluar këtë herë, pavarësisht komenteve të shumta dhe kritikave ndaj Seferit. Skuadra nuk ka ndryshuar shumë, Lorik, tash në organik, mas edhe në sistem loje. Dje e detyroi Anglia të luante atë në mënyrë të parkonte autobusin e Mourinho's, le të themi, por për mua
ai luksi i disa futbollistëve, mungesa e rotacionit, mungesa e freskisë bën që detyrimisht niveli të bjerë. Ju shikoni ekipe të mëdha dhe bëjnë merkato edhe pse kanë fituar trofe. Po të marr shembull Realin dhe nuk dua që ta diskutojmë që jemi në një nivel shumë të lartë në të krahasimit, një paralelizëm i gabuar, por pavarësisht formës shumë të mirë, bën merkato. Pra ti fton kaq shumë futbollistë dhe ti je me të njëjtën mesfush. Ti je me të njëjtin sunus krau të djathtë. Ti në krahun e Maj ke luajtur Bajramin në 10 nga 12 ndeshje, po themi. Ke ndryshuar vetëm sulmin, nuk preferon Manajm, por preferon Uzunin që është në një periudhë tranzicioni do ta quaj unë sepse ndryshoi kampionat dhe nuk preferojnë Manajn apo nuk preferojnë një futbollist tjetër autor goli. Sa i përket mbrojtjes ishte andruar mendoj, por thash, disa lojtarë realisht duhet provojnë stolin, duhet shikojnë që sepse nuk duhet të kaloj në disa situata që një pjesë e futbollistëve kanë atë vetbesimin që e kanë në rolin e titularit sigur dhe nuk ka asnjë problem pastaj si shkon paraqitja. Dhe nuk mendoj se është çështje dëshire, por është diçka tjetër që vetë futbollisti mësohet me atë që hajde mos e unë nuk e humbas dot formacionin. Po të bësh rotacion do ta shikosh Samir Doluani. Kishim lojtar mjaftueshëm mesfush, kishim lojtar që mund t'i aplikonim. Julian Sheu një prurje, një titullar i kampionatit polak, mbase nuk është ndër ligat më të mira në Europë, por duhet dhe është në nivelin mendoj e kampionatit që luan Laçi apo dikush tjetër dhe duhet të ketë rotacion, ose të mos i ftojmë kot këta lojtar, ju përmendët Brutin, por edhe Andi Hadroj që u la në tribune me radhë, duhen provuar. Po nuk u provove, nuk ke nga ta di se çfarë niveli ke. Trajnera pajtohesh këtë pikë me Enrikon se duhet të ketë më shumë ndryshime, më shumë rotacione te kombëtarja, që Enrico e ka kjo pjesa konkurrencës, ta ndjen më shumë konkurrencë secili që është aty. Është shumë e vërtet, unë analizova pak në aspektin teknik pra të ndeshjes, sepse spostimet që bëra, pse duhet luaj Bajramaj, është një lojtar mesfushor 10 apo 8, edhe luan winger, pra sulmues ansor kur ne kemi Hoxhën apo alternativa tjera dhe këtu e vendos stafi. E thash që mungesat bën diferencën në mbrojtje që është Mitaj. Ne ku e kemi zëvendësuesin e Mitaj? Pra ne nuk jemi gati që kur na mungojnë lojtarët, ne të kemi një alternativa tjera. T'i afrohet, kemi alternativa. U mor Ali dhe shumë mirë u bë që u mor Ali sepse me mjaft eksperiencë, por është një zgjedhje provizore ku e kemi lojtarët elementet e rinj që neve punojmë dhe për të ardhmen. Po duhet që besojmë të ardhmen, po, e vërtetë është kjo. Patjetër dhe kjo. Përderisa ne pretendojmë të shkojmë botror, ne minimale duhet kemi 2 deri në 3 skuadra, sepse jemi ekipi kombëtar dhe normalisht pajtohem me Enrikon, konkurenca rrit cilësinë. Momentin që në një ekip kombëtar apo kudo një ekip futbolli nuk ka konkurrencë të ndeshme dhe 3-4 lojtarë kanë formacionin me tapi, aty pastaj nuk mund të bëhet fjalë për një skuadër të shëndosh në gjitha komponentët, por duhet të ketë edhe meritokracinë që çdo lojtar duhet ta fitojë me gjak dhe ta përfaqësojë atë fanell me maksimumin e tij dhe t'japi gjithçka, sepse kombëtarja është e gjithë shqiptarëve kudo që janë dhe besoj se duhet ta kenë përnder edhe sikur ta përfaqësojnë edhe 1 minutë kur futen në fushë. Të hënën ndaj... Po. Ndjes, dua t'ju jap një shembull. Pas në ndeshjet e fundit që luajnë në Nations League kam kritikuar ose më saktë kam bërë një pyetje Ramadani që në të gjitha ndeshjet ishte lojtari me vlerësimin më të ulët. Dhe e pyeta se si mund të kesh vlerësim kaq të ulët dhe si do të ndryshojë mes fusha dhe çfarë duhet presim nga ai lojtar dhe më tha që shiko, unë nuk shoha vlerësimet që marrë në përndeshje. Dhe duket se jo nuk e shikon vetëm ai, por nuk e shikon ka askush në kombëtare, sepse ke një mesfush, mund ta shikoni, ta hapni kompanit, flash scoren që është ndër më thjeshtat për tu parë, dhe nëse më gjeni një ndeshje të mesfushës tonë që e kalon vlerësimin 7 dhe prap janë e njëjta treshe që luajnë për gjatë gjithë kësaj gjëje. Si thot profesori, ka meritokraci, por nuk ka konkurrencë, pra duhet meritokracia më e madhe dhe duhet një konkurrencë më e madhe, pra ti ke 4 apo 5 ndeshje që vlerësohesh negativisht dhe ke formacionin titullar. Ti nuk e luajtur asnjë ndeshje dhe prapë ke jenë formacion titullar. Kjo është nuk e di nëse ka një skuadër që është kaq e ngathët, kaq e ngadalë nga ne në krahët e sulmit. Më thoni një skuadër që nuk ka një lojtar që të marrë fundoren. Vetëm ne jemi besoj si përfaqësuese, edhe më të voglat e kanë dikë që mund të shpërthejnë nga krahët. Është e çuditshme. Një rast i Hasani dje më ka ngelur në mendje
se si priti ardhjen e Konsa për t'i larguar topin. Një ndërhyrje e tij mund bënte diferencën. Nëse do qe broja, unë them do ishte gol. Është e jashtëzakonshme kjo pjesë. Ndaj Andorrës, sepse jemi këtu në fund të emisionit, ndaj Andorrës çfarë duhet bëjmë ndryshe? Trajner. Atëherë, mendoj atë që bëri Anglia me ne, duhet ta bëjmë ne kundrejt Andorrës. Dhe nëse se bëjmë në gjithë komponentët e lojës, atëherë nuk kemi pritshmëri, pra nuk kemi atë që ne pretendojmë gjithë si shqiptarë që të bëjmë atë që ka bërë kombëtarja jonë, na bëri krenar, na çoi në Europian 2 herë dhe pse jo mos pretendojmë që të shkojmë në botror, por duhet ta tregojmë në fushë, sidomos me këto lloj kundërshtarësh dhe të bëjmë liderin siç e bëri Anglia mbrëm me ne, duhet ta bëjmë ne në Andorrën. Enrico Sebastian? Përpos kësaj pjesës që duhet në fakt të bëhen ndryshime mirë, po sa mendon që këto ndryshime mund të jenë pikërisht stabile dhe të jenë prezente pikërisht në ndeshjen e së hënës, edhe një pyetje për Brojën, sa mund të jetë i gatshëm ta nisë ndeshjen nga fillimi? Unë besoj se nuk do ndryshojmë shumë. Lorik mos dyshoni fare, duke njohur trajnerin, duke parë paketë pozitat që ne na duhet patjetër një fitore. Anglia tashmë është histori e mbyllur, mendoj se nuk do të kemi shumë ndryshime, por ne duhet jemi me këmbë në tokë. Unë e di që një fitore ndaj Andorrës prap do të rikthente një vetbesim tek futbollistët dhe do të tregonin shiko, ne ja ku jemi dhe ne prap jemi në formë, por kjo nuk është përgjigja për këtë skuadër. Uroj të mos e kenë nënvlerësuar, siç kemi nënvlerësuar një pjesë të madhe të skuadrave, ishit faroje me radhë dhe duhet ta njohin fare mirë Andorrën siç e njohin ne gazetarët në përballje që ka pasur me Kosovën, që një skuadër edhe si Andorra, po e nënvlerësove do të lë shpik. Uroj që të jemi me këmbë në tokë dhe shpresojmë që të marrin minutat e futbollistët që nuk kanë marrë. Ktu ftohen lojtarët, nuk marrin minutat dhe emrat e tyre harrohen. Dhe pastaj ne i pyesim që po ti e sheh veten, ti je pjesë stabile apo pjesë e përhershme e këtij ekipi. Por ai s'ka dhënë asnjë minutë. Nga do ta dish pastaj, nga do ta provosh atë futbollist. Thash, kjo pjesë mënyra se si po vijoj me disa lojtarë që nuk lëvizin është shqetësuese. Unë ju falenderoj shumë për prezencën dhe kohën që gjatë të inkuadrimit drejt për drejt. Tani ishte kënaqësi me të pas, faleminderit shumë për prezencën. Faleminderit juve. Enrico, si gjithmonë, faleminderit shumë. Është kënaqësi me bashkëbisedu me ty, sidomos për pjesën e kombëtarës shqiptare. Kënaqësia ime, ftesat tuaja nuk mund të refuzojnë, Lorik, ju përshëndes. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ishin ky diskutimi se e përket